Gjykata Supreme në favor të prindërve ndalon mësimin e librave me tema LGBT. Gjykata Supreme SBA-s ka marrë anën e prindërve, duke u dhënë atyre mundësinë për të hequr fëmijët e tyre nga programet shkollore që përfshin libra me tema të LGBT-s. Vendimi, i marrë me një shëmicë 6-3, ka shpërndar mendimet brenda gjykatës dhe ka sjellë debate të ashpra mbi lirinë fetare dhe arsimin publik. Prindërit argumentuan se një kurrikulum miratuar në vitin 2022, e cila përfshin libra dhe materiale që trajtojnë çështje të identitetit gjinor dhe orientimit seksual, shkeltet të drejtat e tyre fetare. Ata kërkuan një urdhër ndalimi duke argumentuar se edukimi i fëmijëve të tyre mbi këto tema ishte në kundërshtim me besimet e tyre fetare. Shumica e gjykatës e mbështeti këtë kërkesë, duke dhënë një lehtësim paraprak për prindrit. Gjyqtari Samuel Alito, në mendimin e shumicës, shkroi se prezantimi i librave pa mundësinë e përjashtimit krijon një barë jo kushtetuese mbi të drejtat e prindërve për ushtrimin e lirë të fesë së tyre. Ai argumentoi gjithashtu se prindërit kishin të drejtë të mbroheshin nga një dëm i pariparueshëm që mund të ndodhte nëse urdhri nuk miratohej. Nga ana tjetër, gjyqtarët liberal shprehen mospajtime. Prindërit që ngritën këtë çështje përfaqësojnë besime të ndryshme fetare, por të gjithë kundërshtojnë mësimin e temave LGBT në shkolla. Ata argumentojnë se amandamenti i parë i Kushtetutës së SBA-s që mbron lirinë e besimit fetar u jep atyre të drejtën të përjashtojnë fëmijët e tyre nga materialet që ata e konsiderojnë të papranueshëm për bindjet e tyre. Ky vendim i Gjykatës Supreme ka krijuar një tension të ri në diskutimet mbi lirinë fetare, të drejtat e prindërve dhe programet edukative publike, duke bërë këtë çështje një nga më të diskutuarat në SBA.